Jemi zemërthyer, politikanë dhe gazetarë reagojnë për vdekjen e papritur të Artan Lames, iku kur po notonte në pasionin e tij. Këtë të enjtë është ndar nga jeta në moshën 58 vjeç, një nga figurat e njohura të politikës shqiptare, Artan Lame. Artan Lame ndroi jetë në një spital në Munich të Gjermanisë pas një ndërhyrje të vështirë në zemër. Kolegë, miq dhe të afërm kanë shprehur ngushëllimet për familjen Lame. Reagimi i kryeministrit Edi Rama, i pabesueshëm por fatkeqësisht i vërtet lajmi i befasishëm i ndarjes nga jeta të Artan Lames janë pa fjalë. Ngushëllime Mirelës, djalit të tyre dhe familjes së shokëve të përbashkët. Reagimi i ministrit Tauland Balla, Lamtomir miku dhe shoku i mi mirë Artan Lame, Mimi Kodheli, Lamtomir Tan Lame, janë pa fjalë dhe zemërthyer. Niko Peleshi, një humbje madhe largimi nga jeta i Artan Lames, një mik i mirë, një njeri me vlera dhe një kolonjar që e mbajti gjithmonë lart peshën e krenarisë dhe përullësisë së vendlindjes së tij. Me ikjen e tij, Shqipëria humbi një intelektual, një shërbëtor të përkushtuar të shtetit dhe një historian të palodhur që e deshi të shkuarën, jo thjesht për ta rrëfyer, por për ta kuptuar dhe për ta ndriçuar të ardhmen. Artani ishte një mendje e kthjellët dhe një zë i veçantë i së vërtetës, një misionar i historisë dhe besnik i trashëgimisë tonë kulturore. Humbja e tij prek të gjithë ata që besojnë në idealet e dijes së shtetit dhe dashurisë për vendin. Mungesa e tij do të ndihet në çdo tryezë ku diskutohet me mendje me zemër për të ardhmen e këtij vendi. Unë humba një mik të dashur, reagimi i gazetarit Blendi Fevziu. Artan Lame, një qytetar par excellence, një historian i apasionuar, një zyrtar model, një njeri plot energji dhe dëshirë për jetën, iku sot nga kjo botë, në moshën 58 vjeç, iku kaq i ri, tamam atëherë kur ishte duke notuar në pasionin e tij kryesor. Ngritjen e një muzeu për medaljet dhe flamujt, pjesë e koleksionit të tij të rrallë e mahnitës, kam kaq shumë për të thënë për të, por në këtë moment të parë shokues mund të them vetëm kaq, u prefsh në paqe Artan. Familja humbi njeriun e dashur, ne mikun, por Shqipëria humbi një nga dashnorët e fundit të historisë dhe shkëlqimit të saj. Reagimi i deputetit Vullnen Sinaj. Gjatë detyrës si drejtori i Aluiznit dhe mëtej kadastrës, Artan Lame trajtoi probleme delikate ose më mirë të them një nga plagët e vjetra të shoqërisë shqiptare, çështjen e pronës. Me qetësinë dhe dashamirësinë e tij u investua për të zgjidhur mjaft probleme të trashëguara pa pretenduar se mund të jepte rrugë të gjithave. Unë mbaj mend nga ai dëshirën për t'ia dalë vullnetin për reforma dhe fjalën e mirë në çdo komunikim. Ngushëllime familjes, të afërme dhe miqve për humbjen e parakohshme të dashurit të tyre.